Mira besimtar në Korçë kanë festuar Pashkët te Katedralja e Ringjalljes e Krishtit. Si çdo vit, Mitropolia e Shenjtë ka organizuar ceremoninë e veçantë me shaudhoq nga Ati Lia Kotnani. Në mesnat ai njoftoi ringjalljen e Jezu Krishtit, shoqëruar me tingujt e këmbanave dhe qirinjve të ndezur me dritën që simbolizon shpresën. Krishti u ngjall! Vërtet u ngjall! Kristos anesti! Mira besimtarë në qytetin e Elbasanit kremtuan gjatë mesnatës Pashkët ortodokse e katolike, teksa ndoqën meshën e mbajtur nga Imzot Andoni, metropoliti i Elbasanit, Shpatit dhe Librazhdit. Sot festojmë këtë ngjallje të Krishtit, këtë fitore të tij mbi vdekjen dhe mbi mëkatin. Qindra besimtar katolik në Shkodër morën pjesë në meshën e shenjtë të vigjiljes së Pashkës në katedralen Shën Shtjefni. Gjatë mesnatës u përcollën mesazhe shprese dhe dashurie. Alleluja është britma e gëzueshme e kishës që kremton ringjalljen e Krishtit, fitoren e tij mbi vdekjen dhe fillimi e një jete të re. Në Berat Pashka u kremtua në katedralen Shën Dimitri. Gëzuar dhe përshëndetje Pashkët, Krishti u ngjall. Sot është një festë shumë e bukur, është ringjallja e Krishtit tonë dhe me këtë i uroj gjithë besimtarët. Krishti u ngjall. Me qërinjtë e lutjes në duar që simbolizojnë dritën e përjetshme, të krishterët në Lezhë kremtuan Pashkët. Kjo është nata që e shpëton mbi tokë të gjithë besimtarët e Krishtin nga errësira e mëkatit dhe nga korrupsioni i botës. I siguron në dashurinë e Atit dhe bashkon në bashkimin e shenjtërve. Në mesnat, besimtarët ortodoks në Lushnjë kremtuan Pashkët, festën e ringjalljes së Krishtit. Ceremonia u zhvillua në kishën e Shën Gjergjit të qytetit. Ata nuk lindën prej gjakash, as prej dëshmërimi miqi, por për dëshirimi buri e prej Perëndije. Qindra besimtar katolik dhe ortodoks, banor të zonës dhe emigrant të ardhur në këto ditë, kur orzuan në kishën e Shën Gjergjit në Fier, në mesnat momentet emocionuese.